Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 36 vjeçarin Adnan Galica, i dyshuar si shkaktari i aksidentit tragjik të ndodhur disa ditë më parë në qytetin e Shkodrës, ku humbi jetën 62 vjeçari Shkëlqim Krasniqi dhe mbetën plagosur një baba me 2 fëmijë të tij të mitur. Gjatë seancës gjyqësore, pala mbrojtëse kërkoi zëvendësimin e masës së sigurisë me arrest shtëpie, duke argumentuar se Galica vuan prej vitesh nga probleme të rënda të shëndetit mendor. Avokati Arber Raja deklaroi se klienti i tij është i pajisur me kartel mjekësore për skizofreni dhe epilepsi, ndërsa ka nevojë për trajtim të specializuar dhe monitorim të vazhdueshëm në institucionin shëndetësor. Sipas mbrojtjes, gjendja shëndetësore e 36 vjeçarit lidhet me një aksident të rënd pësuar në moshën 18 vjeçare, ku ai kishte qëndruar për rreth 1 muaj e gjysmë në koma, duke mbetur me pasojë të vazhdueshme neurologjike dhe psikike. Avokati kërkoi gjithashtu që ndaj Galicës të kryen ekspertiza të specializuara nga Instituti i Mjekësisë Ligjore me qëllim përcaktimin e gjendjes së tij psikiatrike dhe përgjegjësisë penale në momentin e ngjarjes. Në mbështetje të këtij qëndrimi u shpreh edhe mjeku reanimator i Spitalit Rajonal të Shkodrës, Bashkim Karaja, i cili rekomandoi trajtim në kushte spitalore deri në sqarimin e plotë të gjendjes shëndetësore të dyshuarit. Vetë Adnan Galica nuk ka dhënë asnjë deklaratë as para policisë dhe as gjatë seancës gjyqësore për shkak të gjendjes së tij shëndetësore dhe të rënditjes së rëndë psikologjike pas aksidentit. Nga ana tjetër, prokuroreja çështjes, Breken Amile, kërkoi masën arrest me burg, duke vlerësuar rëndësinë e ngjarjes dhe pasojat fatale të saj. Në përfundim, gjyqtarja Ayola Sado vendosi lënien në fuqi të masës së arrestit me burg. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje diskutimin mbi trajtimin ligjor dhe mjekësor të personave me probleme të shëndetit mendor, sidomos në rastet kur ata përfshihen në ngjarje me pasoja të rënda për jetën dhe sigurinë publike.